Haleluja. Shalom, shalom, vëlla motër, kudo që po më ndjek, Olger Spahi nga Zeri Mesias, me serdhe në takimin tonë, ati Adonai të bekoftë, qoftë me ty, me familjen tënde, për lavdit të tia, kemi takimin e veçuar, takimin e tia, mbledhjen që ati na kërkon në ditën e tia të veçuar, të shenjtë, në sabatin e tia, lavdi i përket ati për gjithmonë. Para se të hymë në takimin, vëlla motër, unë të kurajoj, vej punë e ungjilltarit, shpërndaj me vëllezërit e motrat kudo që ti ke mundësi për të bërë punën e ungjilltarit për lavdi të tia. Në qoftë se ju e dini që ai kush ati, Jahwe, është i drejtë, hyn në harmoni me shkrimin në të njëjtën kohë me Efezianët 5. Si bijtë të dashur, të jemi imitues të atit Elohim, apo jo motër e vlla? Efezianët 5:1. Njëjtin gjë. Emri ti vërtetë motër, kur i shikon, janë emra që kanë ndryshuar gjatë kohës. Zemra ime për të shprehur që vëllezër ishin dhe motra në atë kohë, kishin emrat e tyre siç ka Mesia emrin e tij, Yeshua. Yeshua do thotë ati Jahwe që na shpëtoi, Mesia do thotë i vajosuri, para përcaktuar i tia. Ati Jahwe, ne dimë që çfarë, ai është i drejtë, është pjesë e karakterit të tia. Kriteret në këtë rast ajo natyra e tia. Ta dini se do kush dhe kushdo që praktikon drejtsinë ka lindur prej tia. Dhe më vjen keq vëlla motër. Shumë prej nesh akoma duhet të rilindin. Shumë prej nesh në asamble brenda janë gënjyer duke o bëj këtë lutje dhe u shpëtove. Vërtet? Pa u punuar zemra, pa shikuar shkrimet. Shumë prej tyre mund të jenë dhe kam patur plot dëshmi që janë rilindur mbas viteve që kanë bërë atë lutjen. Dhe vëlla motër, nëse ne jemi atë pjesë, shko përpara atit. Vendohu që ke shkelur ligjin e tia dhe nuk do ta besh me në të mirën tënde të mundshme, sepse ati do të ndihmojë që të në këtë rast dhe beso tek Mesia Yeshua për mbretërinë që po vjen, me zemër të sinqertë, dhe masandaj duhet të pagëzohesh për të treguar ecjen tënde, dëshminë tënde, devotshmërinë tënde, që tani do ta nderoj gjakun e beslidhet me të cilën çfarë ti më veçove tani. Frymërisht për momentin, por nga zemra dalin shumë papastërti, kështu që unë kam nevojë për atë veçimin, shenjtërimin, santifikimin tënd me anë të fjalës çfarë? Me anë të urdhërimeve vëlla motër. Le të shikojmë të parën e Pjetrit. Se është në harmoni me shkrimin. Që po theshim pak më përpara. Para e Kefës e Pjetrit, besoj 23 vargu. Po, vargu 23. Lavdi emri tënd o atë. Që nga vargu 22. Se po ecim në të rast siç po drejton fryma. Ja të që të dallohet në ekran, që të mblidhet në çik shkrimi. Ja po e lejmë në këtë rast që të kuptosh që është ati, Jahwe në këtë rast. Ka rëndësi, prandaj kanë emrat vëlla motër kur flasim Zoti. Është një titull, po pyeti fetë e tjera thon Zoti. Por Zoti tonë ka një emër të veçantë që të dallohet, që është në këtë rast është Zoti i Izraelit, do thotë që ai që bëri beslidhje me ta. Prandaj themi Jahwe, prandaj themi Elohim dhe jo emrat paganë të adhurimit të diellit. Elohim do thotë Zoti, është një titull, hynia, që u jepet engjëve, jepet njeriu të shumë herë, siç e dim jepet njeriu Zoti, ta them Ariana, po ku ta di unë. Shalom vlla Arian, për ju që është një ka plot Arian, por aty ju bekoft. Shalom do të thotë bekimet e atit vlla motër, nuk do thotë vetëm paqe. Paqe është vetëm një fjalë. Kur themi shalom, themi në bekimet e atit, urtësia, forca, hiri, mëshira e tij janë plot. Prosperiteti i atit që dëshiron të na japi rezultati çfarë? I bindjes. Prandaj vëllai thotë shalom vëlla motër, e them sepse po mundojmë që ti kërkoj atit për bekim për jetën tënde.
Dhe bekimi më i madh është vëlla motër fjala e tia, që masandaj e dime që mbetet për jetë. Fani. Pjetrit, Kefa ishte Kefa vëlla motër. Emri i tij vërtet, por nëse para Pjetrit 1:22, 25. Okej. Mbasi çfarë? Duke ditur vëlla motër që këtu Pjetri po e shkruan të 12 fisëve të Izraelit që ishin shpërndarë në Turqinë e atërshme, në 7 kishat që ishin në zbulesa. Po flet atyre të rilindur, mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me anë të çfarë? Me anë të bindjes. Ndaj së vërtetës, me anë të bindjes urdhërimeve, me anë të frymës, ti po shtyp mishin, se mishin nuk do të zbatoj ligjin, si natyrë rebelet ne nuk duan të zbatojmë urdhrimet e Atit për shkak të atij thumbit të mëkatit që vazhdoi të jetë. Por thot, çfarë ju takon juve? Ju do ta pastroni, thot. Shpirtrat tuaj me anë të ju takon juve, thot. Apo jo? Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me anë të bindjes ndaj së vërtetës. Dhe normal që shumë herë marrim të bindemi Mesias. Si do t'i bindemi Mesias? Duke ecur në urdhrimet e Atit. Vëlla motër, më lejo të shpreh një koncept tjetër. Kur Mesia erdhi për të thënë disa urdhërime, ishin për apostujt që çfarë duhet të bënin ndërkohë, por Mesia nuk erdhi për të thënë kundra urdhërimeve të Atit që ishte themeli. Ai u tha apostujve, qëndroni në Jeruzalem apo jo? Ishte një nga urdhërimet. Bëni këtë, thot. I thoshte apostujve. Tani, kur Mesia thote që qëndroni në Jeruzalem, çfarë bën apostujt? Apostujt zbatuan festën biblike të Pentakostit, Shavuot që është, që numërojnë 7 sabate nga sabati i fundit i javës së Pashkës, dhe ke Pentakostin, dita e 50, numërohen. Po kur ne sot nuk mbajmë sabatin e Atit, kur nuk mbajmë festat e tija, nuk mbajmë Pashkën e vërtetë, sipas kalendarit biblik, si e llogaritim Pentakostin që masandaj aventurohemi, fuqia, po ka plot fuqi të tjera që hyjnë pasaj. Se je kundra, po shkel ligjin e Atit, do vinë frymat e fallit, frymat gënjeshtare, do të fuqizojë Satani masandaj të bësh disa shenja mrekulli që të marrë me vete. Apostujt po praktikonin festën e Atit. Mesia i tha vetëm qëndroni në Jeruzalem që do merrni fuqinë që t'ju shpallni në këtë rast si populli tim, se keni nevojë se këta farisejt janë kundra meje, sa do u mundova, tha, po ja leju si detyrë prapë, vëllezër, po i thoshte apostujve. Që të merrni fuqi që masandaj do prapni lajmin e mirë të mbretërisë. Ata zbatuan festën e Atit. Fryma e shenjtë erdhi në festën e caktuar të Atit. Mesia nuk kishte kundra urdhërimeve të Atit. Nuk ka qenë asnjë. Kjo është marrëzit. Unë po mundohem të punoj që ndërgjegjen tënde. Të thuash që unë nuk do ta zbatoj sabatin, atëherë ti nuk je me Atin, vëlla motër. Të thuash që unë nuk do të mbaj festat e tia, nuk je në beslidhjen e tia, vëlla motër. Mos bëj gjëra të tilla. Me gjithë përulen që po vajtoj për gjëra të tilla, kur zemra qanë, para se të ulem për të fjetur, mendoj, meditoj, vlezër çfarë më thonë, çfarë po praktikohet në Shqipëri, përse nuk e shikojmë shkrimin, ja ku janë evidencat, harmonia, interpretimi që shkrimi na bën, jo interpretime vetjake. Mendja mishore nuk i nënshtrohet ligjit, vetëm Romakëve 8:7 duhet të rrëzoj komplet në këtë rast çdo mure të gabuara në jetën tënde. Dhe fillon dalë se mendja time mishore nuk do të zbatoj ligjin. Tani, po të eci në frymë, po eci në bindje të ligjit. Po gëzoj zemrën e Atit që më dha frymën që të nderoj gjakun e beslidhjes së tija. Fillon njeriu arsyton, pendohet nga ajo mëkati që është shkelja e ligjit. Pali tha që nuk e kam njohur mëkatin vetëse nëpërmjet ligjit. Kur sot ke hequr ligjin, pasandaj jo po ne s'po mëkatojmë. Dhe kjo po ndodh sot. Unë po ec në fuqi, unë po bëj shenja mrekulli, unë s'po mëkatoj.
Ato janë shenjat e mrekullitë në këtë rast që janë nga ana tjetër, nuk janë të frymës së shenjtë. Dhe shumë prej tyre nuk ndodhin vëlla motër, me lejo sepse shpreh gjithmonë kjo gjë. Nuk ndodhin gjërat. Nuk ndodhin sepse ndodhi masandaj një frymë që u çlirua sepse dëgjoi emrin e Mesias Jashuas që është autoritet dhe unë po eci në frymë. Vërtet? Sa përciptazi marrin gjërat. Për të pastruar një dashulli vllazërore pa hipokrizi. Sot mundohesh të krijosh atë ura, marrëdhëniet e mira, të sinqerta, pa hipokrizi, po nuk duam, sepse ti zbaton urdhrimet e Atit, ti mban atë sabatin, ne tani kemi ditën e diellit, ne nuk. Vërtet motër e vëlla, ajo është shenja e të ligut. Ne, zbulesa 14 ke parë që duhet të zbatuar urdhrimet e Atit edhe besimin tek Jashua, kjo është shenja atyre thotë që janë të minjtë. Qëndrueshmëria e shenjtorëve që refuzon bishën, figurën dhe damkën e saj. Shenja e beslidhjes së përjetshme, Eksodi 31 që pam në fillim të takimit. Përse thot Ati që është një shenjë që duhet kremtuar brez pas brezi. Shenja, ka satani, ka mënyrat e veta, ka veglat e veta, shërbëtorët e vetë që mendojnë se po bëjnë për Atin. Por ai është mashtrimi më i madh vëlla motër. Mashtrimi më i madh është unë po ec me të ndërkohë mos andaj bëjmë gjëra të tjera. Që mashtrimi duhet jetë i vërtetë që në këtë rast një njeri të gënjehet. Mbaj mend. Mashtrimi duhet jetë i gatuar mirë si një gjë e vërtetë që të pranohet në këtë rast që qenë ka e mirë ndërkohë është gënjeshtër. Na jep shkrimi, shpata me dy teja që ndan, kjo është e papastër, kjo në këtë rast është e pastër, duhet të hahesh të mirë. Jo çdo gjë është e mirë, që ka miu, që ka bretkosa helmuse, që ka gjarpri, lakuriçi natës, deri që kanë të mira, sepse është shenjtëruar nga fjala dhe nga lutja dhe sot mos andaj bëjnë të tëra ato praktikat pagane katolike. Po ta ve miun përpara me derin, me bretkosën, me midhje, me koce, dhe po të lutem është lutja mos andaj që shenjtëron e pastrovi miun. Është fjala e Levitit ku 11 që ndan, kjo është e mirë, kjo është nuk është e mirë. Lere, ka vendosur Ati thot për strukturën e ekosistemit që të vendoset balanca, thot, ka një qëllim ato kafshë që unë kam krijuar. Po jo çdo gjë mund të hahet. Unë nuk kam gërë asnjë gjë të papastër apo të ndotur, dhe Pietri tha, si fjalën koinos, që ishte e ndotur ritualisht me duar të palara, një ushqim i mirë ndoteshe me duar të palara, masandaj ata e quanin si të zakonshëm nuk e ha. Okej, pali tha për ndërgjegjen tënde, ti mos e ha, thot. E di që në ndërgjegjen tënde ky ushqim që ke marrë në pazar, ti mendon se është dhënë idhujve, okej, lere, mos e ha, thot. Po ti thot, pse në këtë rast kur ai nuk do të haj, do të haj vetëm barishte, do të haj vetëm sallatën, marulen. Ti pse thot je kundra vëllait, thot ti që ke besimin në këtë rast të plotë, pse shkon? Dhe ja ku po flet për atë dashurinë në këtë rast vllazërore që tjetë pa hipokrizi në harmoni me Romakëve 14, që po fliste në këtë rast për ditën e agjerimit, dhe flet në këtë rast që po të shikosh për kthimen, masandaj flet që në atë ditë, thot unë po le 2 vakte, jo në këtë rast në ditën e sabatit. Okej, dikush donte të agjeronte në ditën e sabatit, okej, mbaje. Dhe masandaj po fliste në të njëjtën kohë strukturën e ushqimit të ndotur ritualisht. Masandaj thot Pietri të ndotur ose të papastër. Fjala e papastër është ajo e Levitiku 11, ligjit për të rirë 14, fjala greke është akathartos, që do thotë i papastër, deri midhjet, kocet, çdo papastërti që shkrimi në këtë rast na flet për ngrenjen. Është e njëjta fjale që përdoret koinos, ritualisht i papastër në Romakët 14, me vepra të 10. Ndërkohë në vepra 10, kjo është 3 vjet mbas ringjalljes së Mesias që masandaj thot, dhe po menditonte për vizionin,
Mu dha ky vizion, po tani ç'është kjo gjë? Dhe duke po menditoa, por ati më tregoi që të mos e quaj asnjë njeri. Konteksti ishte njeriu vlla e motër për çarçafin që i dha vizionit Pjetrit në vepra 10. Ishte njeriu që e quanin Kornelin të papastër. Kush? Hipokrizia e farisejve saducejve. Dhe ati tha, leri, ana shkaloj ato gjëra, e tha birin, tha, tani shko dhe prediko lajmin e mirë. Ky është konteksti. Ne pasaj shikonja vllajnë në Tiranë dhe po mundoja të miqësoja, por mendja mishore, ja shikonja veprat 15, vetëm këto 4 gjëra duhet bëjmë neve tani. A vërtet? Do të vetëm të largohesh nga kurvëria, nga gjërat e mbytura në këtë rast edhe nga gjaku dhe nga gjërat e mbytura? Vetëm ato nga e flimit e idhurve. Por vargu më vonë çfarë thotë? Sepse në këtë rast thot ati ka që në kohët që Mojsiu predikohet çdo sabat në sinagoga, çdo sabat, do mësojnë gjërat e tjera, por ne vetëm marrim atë vargun që na vete më mirë për të mbështetur teologji të zvendësuese që kanë zvendosur në këtë rast. Një mesia tjetër, jo, ai Izraeli që ecën në urtësinë e atit, në drejtsinë, në festa, në sabatin, ai nuk është me, ne kemi tani mesian ton. Kjo ka ndodhur vëlla e motër me gjithë përuljen. Unë e di që shumë për jush nuk janë dakord, por rruga e drejtësisë përcaktohet në çfarë neve praktikojmë. Ati nuk ka ndryshuar. Unë jam Jahue, nuk ndryshoj. Nuk jam një njeri në këtë rast që mund të pendohet, thot, nuk ndroj mendje, thot, në para Samuelit 15, në Numrat 23, në Malakia 3:6. Fjala e ti, vëlla motër, çfarë? Kë fjalë kishte këtu? Më thuaj ti në. Kë fjalë kishte Pjetri për ju që keni studuar në vitet teologjike? Çfarë fjalë kishte Pjetri këtu që akoma kanoni nuk ishte mbyllur? Që mbitet për jetë, kë po dekretonte Psalmin 119, 152, urdhrimet e tij ai ka vendosur për jetë, sepse është karakteri përsosur i përjetshëm i atit, ai është i përjetshëm, ka qenë, ka ekzistuar është dhe do jetë. Prandaj dhe berin dhe të birin e tij. Po mundohem vëlla motër, po mundohem. Me hirin e tij, po mundohem, ati na ndihmoftë. Ja ku po flasim për sabatin e tij. Atëre qortova praninë, thotë, parinë, pleshtë. Tu ishte profeti Nehemia, thotë, qortova parinë e Judës dhe i thashë, ç'është kjo e keqe. Të shkelish sabatin e atit, mos e mbash të veçuar në këtë rast, të punosh në atë ditë, të mos mlidhesh në këtë rast, është një gjë e keqe vëlla motër. E përcakton shkrimi, prandaj ligji fillon që nga Zanafilla deri në Mateu. Sepse janë profetët që po flasin urtësinë, po flasin profecitë e tyre, fjalët e urta është mbushur për urdhrimet e atit, pasandaj normal që kemi 4 librat e para të Biblës. Por sot ne nuk lexojmë faqet e para të shkrimit, ai shkrimi, kush ishte shkrimi? Do të lexojmë atë shkrimin. Le të shkojmë, ja ku kemi shkrimin. Për ju vëllezër që jeni në drejtim, ndoshta dikush më dëgjon. Kjo shkrim po flet këtu që ne duhet të kushtojmë vëmendje leximit të shkrimit, inkurajimit dhe mësimdhënies të këtij shkrimi. Që Timoteu kishte që nga fëmijëria. Që nëna e tij Junik dhe gjysha e tij Lois i kishin mësuar nga fëmijëria. Që ishin hebrejë, ishin judej. Prandaj kemi atë kundërshtimin e rrethprerjes në këtë rast, që nuk ishte Timoteus nuk ishte rrethprerje sepse babai i tij ishte grek. Dhe normal që nuk donte, kur erdhi apostulli Shaul, nuk e detyroi. I tha, vëlla, kjo gjë duhet bërë, tha, sepse praktikojnë breslidhjen e përjetshme të Abrahamit. Tregojmë dashurinë, është shenja në këtë rast e besimit që neve kemi tani. Duke dëgjuar atin të zbatojmë urdhrimet e tij, nuk është e vështirë. Është një beslidhje e përjetshme. Me dashuri bëhet ajo gjë, ndaj atit. Ne i kemi shkrimet përpara, masandaj ja na shkalojmë. Pali predikonte në Veprat 21, por ishin farisejtë që ishin ngritur kundra edhe masandaj thanë që po shkon kundra ligjit. Ndërkohë, çfarë çovi në tempull? Çovi ofertën Pali vëlla motër. Çovi sakrificën.
sipas urdhërimit në këtë rast numrave 6 të betimit Nazareut, që ai po bente me 4 të tjerë që kishte paguar sakrificën që ta çonin në tempull. E çovi në tempull, mbaroi dita e purifikimit, masandaj e kapën dhe çuan përpara farisejve. Unë e pafajshëm këtë. Unë kam zbatuar ligjin, besoj tek ligji, unë jam bindës ndaj ligjit, i kam predikuar këto gjëra dhe besoj tek Mesia. Por e besimi tek ai Mesia e morën. Masandaj kërkoj mbrojtjen për të shkuar në Romë. Kushtoju me vëmendje leximit të shkrimit, inkurajimit dhe mësimdhënies të këtij shkrimi. Mbaj mend vëlla motër, kush është ky shkrimi? Kujdesu për këto gjëra. Këto gjëra që po të them, thot kushtoj vëmendje këtij shkrimit që do ta lexosh në shërbesën tënde. Që përparimi yt të jetë i dukshëm për të gjithë, do përparosh duke ecur në bindje të urdhërimeve të ligjit të Atit. Do vi vaj, do vi autoriteti, do vi urtësia. Do dallohesh, do veçohesh nga Babilonia. Ruaje veten tënde dhe mësimin e kujt të këtij shkrimi, se po fliste për mësimdhënien e atij shkrimit. Sepse duke qëndruar në këto gjëra, jo duke anulluar këto gjëra, sepse duke vepruar kështu do shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë. Le ta shikojmë shkrimin që ishte nga apostulli Shaul Pali instruktuar, mësuar në këtë rast që të duhet vazhdonte të kushtonte prioritet, vëmendje këtij shkrimit. Ja më fal, sa ta gjej, si që nga poshtë. Le ta shikojmë vargjet që i përkasin këtij shkrimit. Një moment që të marrim doktrinën e mirë, të shëndoshë, që është folur, interpretimin, prandaj fjalët kanë rëndësi, fjalët kyçe kanë rëndësi. Ne lexojmë sot shkrimin, vërtet? Shkrimi Mateu deri në zbulesa. Vërtet? Apostulli në këtë rast me Timoteu, çfarë kishte Timoteu akoma, kanoni nuk ishte mbyllur akoma. Kur letrat ishin inkurajuese të apostujve, që po shpërndrashin jo hebrejnë që kishin ardhur në besim, po ju jepet ligji, po i mësojnë ligjin, urdhrimet e Atit. Letrat e Pjetrit, letra e Jakovit, kuj po i fliste? 12 fisëve të Izraelit. Janë hapur hebrejnve, romakët, flasin për të gjërë, nuk kam ardhur për të anulluar. Anullojnë ligjin nëpërmjet besimit, Romakëve 3. Anullojmë ligjin nëpërmjet besimit, kështu mos qoftë, thot Pali. Do merte kamzhikun si Mesia dhe ai bashkë sot. Me gjëra që sot praktikohen, festat pagane, katolike. Ai. Që nga fëmijëria i inte Timoteus i inte shkrimet. Sepse ky shkrim, ky gjithë shkrimi, vëlla motër, ky gjithë shkrimi, çfarë gjithë i gjithë shkrimi ku kishte në kohën e Timoteus, në kohën e sapo lindur në këtë rast, kishat të rafinuara, jo hebrejt me izraelitët. Tu, çfarë shikonte ky i gjithë shkrimi? Ishte ligji që kishte nga fëmijëria që po kishte mësuar nëna e tij, Lois, nëna e tij Junik dhe Lois, gjysha e tij. Ja ku i ke. Thot jam i bindur, thot, të njëjtën besim dhe praktikë, thot, do të kesh dhe ti. Prandaj kur ti lexon ky gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Elohim, ky ligji, urdhrime që un po praktikoj, thoshte apostulli, sepse dola nga sektet e farisejve. Thot Galatasve, tani në këtë rast po besoj tek Mesia dhe po ec si të zbatoj urdhrimet e vërteta. Lavdjatit. Levitiku 19:18 ta doni të afërmin si vetja juaj, ndërkohë farisejt të kishin lënë me një anë, jo hebrejtë që deri në atë moment donin Atin, donin të çonin ofertën Atit, ta nderonin Atit, por ishin muret që ai rrëzovi në Efezianët 2, ishin muret që kishin vendosur në këtë rast drejtuesit të asaj kohe si sot vendosin muret dhe lën pengë, mbajnë pengë vëllezër e motra, ndërkohë që duam të miqësojmë, të shikojmë shkrimin e vërtetë, por akoma ajo fjalë nuk ka hyrë brenda në zemër,
duan të jemi frymëror nga jashtë, të dukshëm. I gjithë shkrimi është i frymëzuar dhe ai shkrim, ligji përsosur që në këtë moment Timoteus kishte, jo letrat inkurajuse ndaj kishave, bëni këte, shkrimet e shenjta janë të dobishme. Janë të dobishme akoma, vëlla motër. Janë për neve, sepse janë për mësim, që t'i kushtohemi mësimdhenjes, pamlet para Timoteus 4. Mësimdhenjes. Të ruajmë veten dhe mësimin e atij ligjit. Të ruajmë veten nga mëkati. Mos i shkelim. Është i dobishëm për mësim, për bindje, për ndreqje dhe për edukim në drejtësi. Prap, i rilinduri dallohet sepse po ecën në ligjin, në urdhrimet e tija, po edukohet me drejtësi në karakterin e atit. Të jeni të përsosur siç ati ju është i përsosur, tha Mesia. Mos ecën në përsoshmëri, drejt përsoshmërisë duke mëkatuar, mëkati çfarë është, vëlla motër? Shënoje në muret tende, e para gjoni 3-4, që po thoshte Levitikun 4:2, mëkati është shkelja e ligjit. Ne kishim shkelur para se të vinim në njohjen e të së vërtetës që Mesia tani është ai që u ringjall në ditën e tretë. Pikërisht ajo përben mëkatin, masandaj mbasi erdhëm neve, harrojmë neve, mëkati nuk është pjesë me në këtë rast të vërdallë. Neve më fillim u penduam, masandaj nuk duhet të pendohemi me. Por pendimi çfarë është? U penduam nga mëkati që kishim shkelur, sepse paga e mëkatit është vdekja, ishim drejt vdekjes. Është vdekja në liçen e zjarrit, vëlla motër, jo se fizikisht. Kur shkrimi i thotë në Mateu 19, Mesia jot, Krishti jot tha, zbato urdhrimet dhe do të rosh. E ka fjalën për jetën e përjetshme. Luka 10, çfarë shkruar në ligjin tënd? Vepro kështu se do të jetosh. Që njeriu duke ecur në ligjin në shkrimin e tija, të jetë i përkryer, i përsosur, sapo folëm. Përsoshmëria dhe urdhri në këtë rast që na dha Mesia, të zbatojmë urdhrimet e tija. Që në këtë rast tha dekretovi të jeni të përsosur siç ai është i përsosur, të jeni të shenjtë, thot Pietri, sepse ai është i shenjtë për atin. E dhenën e Levitiku 18, 19, i kemi në Isaia, unë jam i shenjtë, thot, ju mos u ndotni, thot, me mëkatin që është shkelja ati ligjit unë kam dhenë, sepse të ligjit do vi kundra ju, thot. Ky është konteksti i tërë, ligji nuk mund të jepte jetë vëlla e motër, duheshe ringjallja e Mesias, sepse mbajtja e urdhërimeve masandaj për nuk mund të na jepte një, nuk mund ta amposhte vdekjen, atë e bëri Mesia. Masandaj neve nderojmë atin dhe birin e tija. Nuk e atin, nuk e as të birin, vëlla motër, mund ta deklarosh ti, ka plot shërbesë buzës sot, unë e dua, unë besoj. Praktika, ecja jonë, fruta tona, sjellja jonë. Shkrimi, le të vazhdojmë të shikojmë shkrimin. Çfarë tha Mesia, kush ishte shkrimi në Timoteos? Dhe duke zënë fill nga Moshe dhe të gjithë profetët, këtu po e shpjegonte dy udhëtarëve mbasi ishte ringjallur, ai Mesia ju shpjegoi atyre në të gjitha shkrimet gjërat që i takonin atij, profecitë në shkrimet, në ligjin e përsosur. Sepse faqi Mesia karakterin e atit të përsosur. Dhe ai mbasi u përsos, mbasi u bë përsosur, mbasi u ringjall, sepse dëshmoj bindjen, e fitoj atë zyre me anë të bindjes, Hebrejnë 5. Mësoj nga gjërat që pësoj dhe neve duhet të mësojmë nga gjërat që pësojmë. Sepse ati e lejon ose shkakton gjërat në jetën tënde dhe time në vëlla motër. Neve duhet kërkojmë përse më erdhi kjo sëmundje, ati e lejovi, ku kam gabuar. Sepse ati thotë të ka vendosur jetën apo vdekjen, zgjidh thotë. Mallkimet apo bekimet, zgjidh thot, janë përpara teje, ku do të shërbesh, ku ngrihesh në mëngjes, vëlla motër, ku do të shërbesh? Do të shërbesh mësuesve të rej më sot?
Apo do t'i shërbes në këtë rast ligjit të përsosur karakterit të atit, sepse atje shfaqet në këtë rast natyra e tij e përsosur? Sepse kemi të bëjmë vetëm me një, me atin. Normal me të birin, sepse ja ka dhënë gjykimin atij, por prandaj doktrina filozofike trinitetit, Mesia është ati dhe marrim asandaj se janë 9-6. Ati i përjetshëm në këtë rast nuk është ati tonë vëlla motër. Davidi ishte një at, ishte një baba. Abrahami ishte një at, Jobi ishte një at. Është një titull. Elohim i përjetshëm, është një Zot i përjetshëm, sepse e përvetsoi atë zyre, fitoi me anë të bindjes. Hebrejnë të 5. Krye prifti ton i përjetshëm, autori i çfarë? Autori i besimit, autori i përjetshëm i besimit, për kë? Për të gjithë ata që i binden. Për këtë kategori është autori i përjetshëm. Nuk është për të gjithë, po është lajmi i mirë për të gjithë, por në atë ditë do marrin shpëtimin ata që do t'i binden atit në të njëjtën mënyrë, po i bindesh të birit, sepse doli prej ti Mesia vëlla motër, është ai ajo fjala logos që masandaj mori mish në këtë rast në ditën e mishit të tija, mori trup njeriu në barkun e Miriam, u krijua nga fryma e shenjtë, u lind, ati e krijovi. Dhe kur themi Mesia është ati, Krishti është ati, to janë vetëm filozofi që linden në 400-ën dhe është një mësim e vete për punë e dogmës së Trinitetit, 3 zotra në një. Personi vetë ka natyrën e tij, një qenie, ka natyrën e vetë. 3 persona me të njëjtën natyrë. Çan këtu gjëra? Ati i qellit që krijovi, qellin e tokën, krijoi Mesian, e dekretoi para se të në këtë rast e përcaktoi, e dekretoi, e emëroi, e shpalli në praninë të engjëve, siç thon shkrimet e tija, para se koha të krijoheshe. Mos ndoshta ishte një qenie me në gjendje koshente, Mesia para se të krijoheshe bota, para se të krijoheshe të fillonte koha. Pasaj si u bë kjo qenie, ishte në gjendje koshente, sipas dikujt, masandaj kjo gjendje u shpërbe, iku, mbaroi dhe pasaj mori trup. Ku jemi? Prandaj nuk arrihet të kuptohet priftëria e Mesias, çfarë ndodhi, çfarë po bën tani, sepse të gjitha këto filozofi linden nga katolikët, me gjitha këto deklarime të pjeshme, boshe. Ja kështu do jemi, ja kjo të ecim të bëjmë këtë. Specifika, detaje, çfarë do të thotë? Lexo fjalën. Zbato urdhërimet, lexo shkrimin, në këtë rast, lexo ligjin e tij, mëso prej tyre dhe do kesh jetë. Ta thotë vetëm mbreti lavdisëm, Mateu 19, Luka 10. Le të shikojmë një koncept tjetër, kush është ai shkrimin e para Timoteut që pam pak më përpara. Sepse në shkrimet lexohet kush ishte shkrimet? Ligji, dhe në këtë rast që nga Zanafilla deri në Mateu. Përbëjmë profetët, psalmet, fjalët e urta, po kryesisht shikojmë 4 librat e para, shikojmë Zanafillën, Levitikun, Numrat, ligjin e përtërirë, Eksodin. I shikojmë, po e quajnë shumer Torah, ligji, por ligji do të thotë instruksione vëlla motër. Janë shkrimet e atit për jetën tonë, për të mirën tonë, që ati do të dëshiron të konfirmoj beslidhjen e tij në Levitiku 26 duke na bërë të mirën, dëshiron që ato bekime dhe jo mallkimet, dëshiron jetën e përjetshme dhe jo zjarrin, liçen e zjarrit, që neve të marrim gjërat e mira, të gëzojmë. Prandaj Mesia ishte fokusuar, thot, lutuni, thot, që emri juaj të jetë shkruar dhe të qëndrojë atje, thot. Përse vijnë lajmërimet e 7 kishave? Në Zbulesa 2 dhe 3. Vinë ato lajmërime sepse ishin larguar nga rrugët e atit. Mbas ringjalljes së tij. Dhe Mesia shikonte dhe shikon sot e kësaj dite, vëlla motër. Ecjen tonë. Ecjen nëse po nderojmë atin, po zbatojmë urdhërimet e tij që janë të përjetshme. E them vëlla motër që të sensibilizoj zemrën tënde që të dalësh nga dogmat e denominacioneve që neve ishim, apo je akoma.
të zbatosh urdhrimet festat e atit të vërteta biblike, jo katoliko-pagane, jo në qik bukën, qik lenge, jo festat e vitit të rria, po çdo lloj manipulimi që ndodh sot. Ato janë gjërat të pjeshme që kanë futur të përzjera me gjëra pagane. Prandaj ka urdhërimin e përzierjes sot. Janë festat e Balit. Ati ka festat e veçuara të shenjta. Sabatin, Pashkën, festën e bukës pa maja, frutat e para, Pentakostin, ditën e burive, ditën e shtyres dhe festën e tabernakujve të kasolleve dhe dita e 8 e kuvendit madhështor. 8 festa. Në datën 8 qershor, sipas kalendarit të tij, është Pentakosti. Normal që do dalin me kalendaret pagane që mbajnë akoma dhe në Izrael kanë kalendarin pagan të Babilonisë që ishin infektuar në ato 70 vjet që ishin në kaptivitet. Po të shikosh, Rachel është një profesoreshë e studimit të guva, të detit të vdekur, të scrolleve, merret me studimin, profesoresh me emër, Meritas, në më thënë, kanë atë titullin. Rachel Lyon, se si e ka, diçka e këtill. Dhe Sasha është një tjetër, Sasha Stern, prap të janë izraelitë profesorit që studiojnë gjërat e tyre dhe dolën me deklarimet e tyre, thotë, përse neve nuk shikojmë librat e Enokut, të Judej, në këtë rast Jubileut, Testamentin e Patriarkëve, dhe ato ishin brenda me scrollet që ishin me Zanafillën, me ligjin e Përtrirë, me gjithë Biblën tonë, thotë, ishin të gjetura në të njëjtën librari, thotë, në guvat e detit të vdekur, thotë. Përse neve kemi mbajtur praktikat pagane dhe kalendarin, thotë, të Babilonisë, thotë. Ndërkohë ati ka kalendarin e tij, sepse ata i kanë lexuar, i kanë studiuar. Dhe po të cilë nga ana arkeologjike njerëz që kanë shpenzuar jetën e tyre në studimet që kanë bërë në fushën e tyre. Prandaj ati është i veçuar nga njeriu, nga gjërat që ndotin shkrimin. Shkrimet që flisnin ku, ja unë po vi në Sion, po fliste për profesinë e Mesias. Gurin thot që hoqen me njanë nga ndërtusit që du të ndërtonin, thot, për farisin, por ata ishin të korruptuar, thot, edhe hoqen me njanë, thot, u be penges, thot, u be skandal për ta. Por konteksti që po flas në Timoteus, kush është shkrimi? Ishte lexuar në shkrimet, në komplet në profetët, në ligjin e Përtërirë që janë profesitë e tija. Prandaj është kur thotë në Timoteus, vlla motër, thotë, derisa të vi, thot, kushtoj vëmendje leximit të shkrimit që kishte në atë moment Timoteus, është ligji përsosur që do t'i jepte mbas dhënies, mbas mësimit, të ishte në këtë rast vazhdonte, të qëndronte në këto gjëra, të ngulmonte. Përse Jakovi 1:25 të ngulmojmë në ligjin e përsosur të lirisë? Sepse mëkati na fut në skllavëri, ligji përsosur ecim në lirinë. Do kem liri, do ecim në liri, sepse kërkoj principet e tua, statutet e tua. Psalmi 119, vargu 43, do ecim në liri, në ligjin e përsosur të lirisë. Shkrimi, ligji i Atit nga Zanafilla deri tek Mateu. Një tjetër, sepse shkrimi, thotë, dhe shkrimi, apostulli Shaul Pali, edhe shkrimi duke parashikuar se Elohim do t'i shfaqsonte kombet me anë të besimit, nga i dha më përpara lajmin e mirë, thot Abrahamit, që të gjitha kombet do bekohen e ty, bestida që neve kemi hyrë, që Ati premtoi si të përjeshme, Zanafilla 17. Shkrimi, kush është dhe njerë, vëlla motër? Shkrimi, po flet për kë? Ligjin, në këtë rast për ligjin e tij në Zanafilla që quhen shkrimi. Shumë prej jush nuk i kanë shikuar strukturën e mirë, interpretimin e mirë. Vetëm nga një fjalë. Duhet në këtë rast, në këtë moment ti duhet të lesh çdo mësim të rremë, çdo po vëlla, po ja kisha time po vazhdon të ecin, po praktikon ca gjëra. Ti mos i praktiko. Nuk do të jesh pjesë e tyre. Po ata po mbajnë të dielën. Fol me drejtuesin tënd, jepi urtësinë e shkrimit. Mbështet argumentin që flet. Sot neve nuk pajisemi me shkrimin dhe themi dy gjëra mas andaj dhe skartohet me njerë dhe të heqin me njanë.
sepse janë trajnuar në filozofitë e tyre, strukturën. Por kur afrohen masandaj, nuk kanë, po ti qenë ke çuditshëm, thaj. Vlla, qenë kam unë i çuditshëm, se ti nuk do të zbatosh urdhrimet e fesat e atit. Po ndjek po ndjek Luteri që tha digjni sinagogat e judenjve se janë të ai Luter, ata po ndjekin. Ç'më duan mua njerëz që kanë braktisur ligjin. Ç'më duan njerëz që kanë ecur në paudhësinë e tyre dhe nuk donin ta dinin për festat e atit, për urdhrimet, për sabatin e tij, se është një shenjë e përjetshme. Ç'më duhet mua për tyre? Ndërkohë që kam shkrimin përpara. Është të shkruar, tha Mesia, që duhet të rojë nëpërmjet të fjalës që del nga goja e Elohim, për këtij shkrimi që ishte shkruar ku në ligjin për 33. Për atij do të roshti dhe unë, vlla motër. Dhe le ti lejmë këto mure, këto hipokrizitë, sepse edhe për ty vëlla në Tiranë, mund të miqsojmë, mund të shikojmë që në rast të bekohesh në jetën tënde, se do mbash përgjegjësinë atë ditë. Sepse do afrojnë shumë, thanë atë ditë, do më thonë, kemi vajtur, kemi bërë shenja mrekulli, kemi shkruar për ty, në kemi bërë tërë të gjëra, nuk ju kam njojtur, ju nuk njeni tatin tim, normal që nuk ju kam njojtur asunë. Ju që kryeni paudhësia çfarë është, vëlla motën, e para Gjonit 5:3. Më fal, jo 5:3, se flasim për bindjen, por e para Gjonit 5 në kapitulli. Paudhësia është mëkat. Mëkati çfarë është? Shkelja e ligjit. Do thotë që kur e shkel ligjin vazhdimisht, po ecën në paudhësi. Mëkati me dashje, Hebrejtë 10, vargu 26. Shkrimi është ligji që po e thot apostulli, vëlla motër. Shkrimi, gjithë shkrimi që kishte, shkrimet e shenjta që Timoteus njinte, dhe vetëm ky varg përpara teje, vëlla, ti që je në drejtim. Duhet të rishikosh masandaj dhe të drejtosh kopën tënde, duke filluar nga shenja e beslidhjes së përjetshme, duke filluar nga sabati. Vëllezër e motra, po kam gabuar, nuk e kisha kuptuar. Ati po na thret që të pastrojnë veten tonë, po thret popullin e tij të dalin nga paudhësia. Vala e frymës vjen. Në atë moment po profetizonja. Ndoshta shumë për ju që kuptuan. Ati po thret popullin e tij të dalin nga paudhësia. E kthen kopën tënde, vëlla, në shenjën e besnisë së përjetshme, mban sabatin, fillo të mësosh prej fesave të tija, mund të miksojmë, do t'i shikosh, mund të ndihmoj, vëlla motë, në përuljen dhe dashurinë përpara, nuk jam i përsosur, po ngulmoj në urdhrimet në ligjin e tija që të zbatoj, të nderoj atin tim, që dhe ti, vëlla, që në drejtim të mirëpajisësh kopën tënde, të qëndrojnë në këtë shkrim, të mësosh dhe të qëndrosh dhe duke vepruar kështu ti në masandaj do shpëtosh veten dhe ata që do të dëgjojnë. Po, do kenë njerëz që nuk do kuptojnë. Nuk është koha e tyre, kanë akoma gjërat që duhet punojnë me mishin e tyre që nuk do të zbatoj ligjin. Por jo t'i heqim të tëra, sepse dikush dekretoi në 300-ën Konstantini dhe masandaj vazhduan gjërat të implementoheshin gjatë viteve. Dhe ne lindem në këtë kohë, sepse neve lindem në këtë kohë, por gjërat që kanë praktikuar apostujt. Vazhdojmë. Duhet t'i jepim mbas shkrimit, leximit të ligjit. Leximit të atij ligji. Le të shikojmë ligjin e përtërirë, 22. Ati, nëpërmjet Mesias, në apostullin Shaul, i thotë të Timoteus që neve duhet të ngulmojmë, duhet t'i kushtojmë vëmendje leximit të ligjit. Okej, duhet ta lexojmë, do ndjekim çfarë thotë shkrimi. Në ligjin për të rirë 22, 1 deri në 9, nëse shikon, thot kaun dhe delen e vllait tënd, thot që e kanë humbur rrugën, ti nuk do të biesh sikur se nuk e ke parë, thot, por do të marrësh përsipër, thot, që aqosh se përsëri vllait tënd, thot, kur e shikon, janë urdhrimet e Atit. Ja, këto urdhrime që neve shumë herë i bëjmë instinktivisht. Përse, vlla motër? Sepse është ligji shkruar në ndërgjegjen tonë. Janë disa principe në këtë rast që Ati ka vendosur si bazë, jo të tëra.
Dhe pastaj mësojmë ato gjëra që ai shkruajti dhe rinovoi beslidhjen me popullin e tij në malin Sinai, vllai motër. Nuk ishin gjëra të reja në Eksodin 19, kur dha 10 urdhërimet. Ishin dhënë shumë prej tyre që në fillim, që në zanafillën ke sabatin dhe ishin transmetuar gjatë viteve. Dhe nëse vllai yt thotë nuk banon afër teje, thotë dhe ti nuk e njeh, do ta çosh kafshën në shtëpinë tënde, thotë derisa vllai të fillojë ta kërkojë dhe atëherë do t'ia kthesh. Ja, rikthimi në këtë rast që ne dhe shumë prej gjërave i bëjmë instinktivisht. Në të njëjtën mënyrë do të veprosh me gomarin, rroba dhe çfarëdo sen tjetër që vllai ka humbur dhe që ti ke gjetur, ti nuk do të bësh sikurse nuk e ke parë. Në qoftë se ti shikon mos andaj thotë gomarin e vllait tënd të kaun që është rrezuar gjatë rrugës dhe ti nuk do të bësh sikurse nuk e ke parë, por do ta ndihmosh tët vëlla për tu ngritur. Tani, përse dha shembulltyrën e Samaritanit? Ndërkohë thotë për ndihmesën ndaj kafshës. Dhe i thoshte farisejve, thotë, ishte ai që urrai se Samaritani, thotë, dhe ju nuk vajte ta ndihmoni, thotë, qenë ka me vleshme jeta e njeriut përpara kafshës. Ju, thotë, mendoni se mos andaj unë, dishepujt e mi, po hanë bukë me duar të palara, po thyen kallin në ditën e sabatit, sepse në këtë rast duan të hanë, dhe për ju qenë ka mëkat, për traditat e etërve të tyre, që nuk janë urdhrimet e Atit, vëlla motër. Ju tha, kafsha delja bie, tha në gropë, tha, për ju shkoni e shpëtoni, të tëra ju mundim, ajo nuk qenë ka punë për juve, ju nuk e thyeni sabatin. Unë thot që në këtë rast shërova njeri në ditën e sabatit qenë ka mëkat, a nuk është me tepër me vleshme jeta e njeriut, se sa thot jeta e kafshës? Dhe thoshte për kafshën ju e bëni, thot, bëhet, thot, sepse do të duhet, thot, janë ndodhi qëra, dhe në atë ditën e sabatit, do ta bësh, si thoshte Mesia, kurse ata nuk i bënin. Në këtë rast, thot, si për ju që do ta lini të vdesja, atë të ngordhja atje, thot. Bëhet, thot, se do të duhesh për të punuar të nesmen, jo në ditën e sabatit. Prandaj, thot, sabati është bërë për njeriu, thot, vetë Mesia. Është krijuar, është bërë, është vendosur. Jeta e njeriut ka prioritet, thot. Prandaj thot që Davidi shkoi dhe hengri bukën sepse ishte jeta e tij. Po mos hante, çfarë do bente? Dhe hyri në tempull dhe në këtë rast buka që nuk lejohej se vetëm prithërin të mund të hanin, thot, ai hengri, thot, për asaj bukës. Dhe nuk e shkeli sabatin. E shikon, thot, sepse e kishte të bente jeta e njeriut. Këto janë doktrina e mirë, të ndash fjalën drejtësisht. Po jo të thuash që Mesia mos andaj si thoshte vllai Nikolas në ministrinë e tij në Amerikë. Ja, shkeli sabatin, tha, ishte me mëkat. Dhe përmente mos andaj Hebrejnë të 10 për veten e tij që një nga ato motrat live pyeti, tha, çfarë është mëkati, tha. Sipas teje, tha, të shkelë sabatin është mëkat, e anashkalovja të përgjigje. E manipulovi bisedën. Dhe e çovi vend tjetër për ta bërë mos andaj bëri. Tani po mendoj ishte fryma e gënjeshtës që mos andaj manipulovi. Edhe kush e bën me mëkat? Vetëm Satani e bën Mesian me mëkat. Dhe bëri Mesian me mëkat duke shprehur të njëjtën gjë në Marku 2. Dhe këtë atë manipulim që nuk kishte të bënte fare. Do jetë mësimi për te, ta shikoje. Lutem Atit që shumë prej tyre ta shikojnë në anglisht. Këto janë gjëra që janë folur, vazhdojnë të interpretohen në mënyrë të gabuar. Kolosianët 2. Kolosianët 2 do mbahet, të shija gjëra që do vinë në 1000 vjeçarin. Ke Ezekielin 45, ke Isaian 66, nga një henë e re në henë, nga një sabat në tjetrin do të vinë të adhurojnë mua, thot Jahu i ushtrive. Do mbahet Pashka, do mbahen festat e tija të përjetshme në 1000 vjeçarin dhe për te. Përse fjala e përjetshme nuk merret parasysh? Është e përkohshme fjala kur Ati dekreton dhe është ligj i përjetshëm. Apo ndryshovi mendja Ati, gabovi si e thate, dekretovi, kur ai foli me fuqinë krijuese të fjalës. Dhe krijovi çdo gjë për Mesian. Dhe nuk i krijovi gjërat Mesia, vëlla motër, në Kolosianët. U krijuan për te, u krijuan në këtë rast ishin çdo gjë përcaktuar për te. Prandaj kemi shembulltyrën e fjala e Atit që kishte fuqi krijuese, Ati ka fuqinë krijuese që dekretoi me fjalën, u bë mish, gjoni një.
Ajo fjale kishte kapacitet hynor, fjala atit ishte Elohim. Sa po flet për logos, po flet për shumë gjëra. Nese, vazhdojmë në shkrimin. Pastaj po flet thot në rastin rrugës të rastisë të gjesh një dru për tokë që fle një zog me të gjithë vegjlit ose me vezët dhe nena që ngro të vegjlit apo vezët, nuk e për ta marrë nenën me të vegjlit. Do të lesh nenën të ikë, thot, dhe do të marrësh për vete të vegjlit. Sepse nena thot do duhet që të shumëzohen, thot. Ati jep specifika dhe për kafshët e tia, par duhet bere. Apo jo? Të janë urdhrimet e tia. Prandaj, po të shikosh një fole, do të marrëzojsh, do të merizojsh, por nenën lere ti ke, thot. Se ajo, në këtë rast, do bëj të tjere. Ti meri, në këtë rast, okay, po ti jap, thot, tyne, masandaj ishte sistemi që ishte vendosur atere për të quar gjërat në tempull. Okej, masandaj flet për ndërtimin e shtëpisë, vëlla motër. Ndërtimi e shtëpisë. Kur të ndërtosh një shtëpi të re, thot, këto janë urdhrimet e tia. Do të ngresh një parapet rreth çatisës së saj, thot, një mbrojtje. Përse? Për të mos tërhequr në faj gjakun mbi shtëpinë tënde. Se thotë, në rast se dikush rrëzohet nga çatia, thot, atëre thot, gjaku i tij është mbi ty. Sepse unë të kam dhënë urdhërimin që të vendosni një parapet, të vendosni një mbrojtje rreth çatisë që ai të në rast të mos binte, ti nuk e bere, ai ra, gjaku i tij është mbi ty, thot. Nuk do të mbjellësh, prapë tash, shiko urdhrimet e tia të mbushura në çdo aspekt. Nuk do të mbjellësh në vreshtin tënd fara të llojeve të ndryshme, me qëllim që prodhimi i asaj që ke mbjellë dhe renta e vreshtit të mos preken, të mos shkatërohen. Dhe ka fjalën vëlla motër, kur mbjell, për ju që jeni në fshat dhe jeni, thot, atë pjesë toke që e dedikuar për grurin, për elbin, mbille një farë të vetme. Okej, anën tjetër pasaj kur ke vendosur mbille në një farë të caktuar. Përse? Ati është gjithmonë interesuar për të qenë në këtë rast i veçuar, thot, të jetë një, siç na thotë neve, të mos përzihen gjërat, ne të mos ndotemi, të mos përzihemi me gjëra të tjera. Shiko çfarë jep vëlla motër masandaj në vargu 10 thot, nuk do të punosh njëkohësisht një kam me një gomar, prap, o do jenë të dy të njëjtit lloj, thot, jo të përzier. Tjetër, vargu 11 që është për ne, prap, të gjitha këto janë për ne. Nuk do të, më fal. Shiko çfarë ka ndodhur. Shiko çfarë thot shkrimi në vargu 11. Nuk do të vesh rroba të bera me një stofë të përzierë, leshi dhe liri. Dhe ka fjalën vëlla motër që mos kesh leshin dhe lirin në të njëjtën fije, sepse e dim masandaj nga ana shkencore vëlla motër, nuk është dobishme, nuk është e mirë për trupin tënd, sepse kanë atë fushën magnetike, kundërshtojnë njëra tjetrën, se po të veshën lirin, është shumë i mirë për ty, vëlla motër, është i shtrenjtë, por nëse gjen me ulje, masandaj është gjëja më e shëndetshme që mund të veshësh lirin apo leshin. Janë gjëra masandaj që janë shumë të mira, po jo thot të jenë të përziera në një stofë të përzierë, thot. Nuk do, një copë këtu apo fija të jetë e përzierë bashkë. Shiko në vargu 12 në ligje për të rirë. Shiko çfarë gabimi ka bërë për këtu si hapur azi. Ndërkohë shkrimi nuk e ka fjalën nuk, kurse këtu thotë nuk do të vesh thekë në të 4 cepat e mantelit me të cilët mbulohesh. Vërtet? Fjala nuk është në përkthimin e Biblës King James apo le ta shikojmë. Shiko çfarë thotë King James thotë. Thou shall make the fringes. Thekët. Ti duhet të vendosësh thot thekët thot. Vazhdojmë. Ti you shall make, duhet të vendosësh. Prap, you shall make në amplifikimi. Ti duhet të bësh taselët, të thekët. Prap, amplifikimi klasik. Shikoj të tëra në këtë rast mund të shikosh. Ja ku i ke, make të tëra, bej, nuk e fjalën do not, jo. Në asnjë prej këtyre përkthimeve që u mora, sa janë 20 prej tyre, mjafton ke ESV-n, ke King James që pam pak më përpara, ke plot prej tyre.
plot prej tyre që nuk flasin as pak për fjalën nuk, sepse bie në kundërshtim me numrat 15, që ati thot të vendosës thekët në të 4 cepat e mantelit tënd. Çfarë janë thekët, vëlla motër? Ja ku janë thekët. Këto janë thekët me një fije në këtë rast që duhet të kenë blu manushaqe, është një blu e veçantë, por po mundohemi të bërë të mirën të mundshme, vëlla motër. Në Izrael është një lloj, nuk e di, një lloj, po më vjen çik çudi, por nëse aty thot për ato kocet janë të papastura, kështu këta e marrin nga një lloj koce, diçka e tillë, edhe pastaj e ngjyen leshin në Izrael dhe del një si far, si thua, një ngjyrë blu e pak e veçantë. Nëse, vëlla motër, po flasim. Fjala nuk këtu, vëlla motër, nuk duhet të jetë, sepse nuk është në shkrimin, dhe shikon përkthime të gabuara që kanë bërë të kësaj Biblës, besoj se është kjoja. Prandaj duhet të shikuar fjalët. Çfarë thot shkrimi në për sa i përket të thekëve, që neve do të mbajmë në 4 cepat e ja ku e kemi. 4 cepat e robës tonë, ka një qëllim të saktuar, që atë thot. Në numrat 15, numrat 15 vargu 38. 38 deri në 40. Okej. Folju bijve të Izraelit, dhe është edhe për neve, vëlla motër, jemi të njëjtë beslidhje. Prandaj janë urdhrimet e Atit, kemi të njëjtën atë. Kjo është shumë e vështirë për disa, po më vjen keq, vëlla motër. Urdhrimet e tija janë të përjetshme. Nuk janë të vështira, nuk janë të rënda, e para gjonit 53 dashuria e Atit që shpreh ndaj tija. Nëse thuaj bijve të Izraelit dhe i thuaj që të bëjnë brez pas brezi, kanë të njëjtën ligj, të njëjtën Tora, të njëjtën instruksione, thot, si ti dhe i huaj që banon me ty, numrat 15. Të bëjnë në thekën në cepat të rrobave të tyre, dhe do të vënë një kordon në ngjyrë manushaqe. Tani këtu thot të bëjnë thekë, kurse atje përkthimi shqipes, që nuk është në anglisht fare në asnjë lloj përkthimi, e tha vetë që nuk duhet të bësh, atje duhet të bësh. Shiko çfarë gabime të grosolane që kanë bërë. Do të jetë një thekë në të cilën do ta shikoni për të kujtuar të gjitha urdhrimet e Jahve, për të zbatuar dhe jo për të ndjekur zemrën tuaj, sytë tuaj që ju çojnë në kurvërim. Kështu do të kujtoni të gjitha urdhrimet e mia dhe do t'i zbatoni në praktikë dhe do t'jeni të shenjtë për Elohimin tuaj. Ja përse, sepse kur do të ti tundimi përpara, në radhë të parë ti ke mbajtur thekët në cepat e rrobës tënde dhe do të shikosh sytë tënde u hoqën që nga tundimi përpara, ti po shikon thekët e mia që i ke në cepat e rrobës tënde, kështu tundimi u largua, sepse në këtë rast ti çfarë po mediton në zemrën tënde që duhet të zbatoj urdhrimet e Atit, sytë e mi nuk do të shkojnë ande, sytë e mi do të jenë këtu, dhe me njëherë mas andaj është zemra që mediton tek ligji i tij ditën e natë. Ai. Ati ka vendosur çdo lloj detaje dhe stilin e veshjes sonë. Pak më përpara pam që liri me leshin nuk bashkohet. Kafsha kau me gomarin nuk bashkohet. Fusha nuk mbillet me fara të ndryshme. Zgjedh një, dhe ati është një. Jahwe Elohimi ty është një. Lavdi emrit tënd. Ja ku janë thekët që po thesha pak më përpara, që vendosen në 4 cepat e rrobës. Mund të vendosësh në rripit tënd apo në liçka që ke këtuja, apo ta i kanë vendosur, ka një lloj kanatieri që vendosin poshtë dhe kanë vendosur atje. Mund ta bësh në atë mënyrë. Mjafton të zbatosh urdhrimet e tij, vëlla motër. Përse? Mateu 14 ke mbretin e lavdisë Mesian Jeshuan. Dhe njerëzit aty vendi sa po e njohën e prapën fjalën të gjithë krainën për rreth dhe i sollën të gjithë të sëmurët. Dhe ju lutën që mund të preknin të pakën thekët e tia, dhe të gjithë ata që e prekën u shëruan plotësisht. Përse? Sepse Mesia kishte në 4 cepat e rrobave të tia. Do ndjekësh Mesian,
çfarë ai praktikovi, çfarë ai beri, dhe po e ndoqë atë vëlla motër po ndjek atin. Nga jo, në këtë rast, fjala që shikon këtu te Mateu është fjala kraspedon, që do të ka të bëjë me thekët e një veshjeje, po ta shikosh nga leksikoni për kufizimin biblik. E merr ekranin? Po. Ndoshta disa për ju që kanë dëgjuar mësimin tim, por ja po e ritheksojmë. Mateu 9. Dhe ja një grua që vonte prej 12 vjetësh nga një fluks gjaku, i cila në këtë rast ju afrua nga mbrapa dhe i preku thekun, fjala kraspedon, e njëjta fjalë, thepin, në këtë rast e preku thekun e rrobës së tia, sepse thoshte me vete që po t'i prek vetëm rrobën e tia, do të shërohem. Do të shërohem. Dhe ajo e preku, sepse Mesia kishte thekun në copat e rrobës së tia, sepse do të zbatonte urdhrimet e atit të gjitha që kishte vendosur ati, që masandaj ishte pa mëkat, siç ishte Zakaria në këtë rast dhe ecin të drejtë në sytë e atit, sepse ecin sipas të gjitha urdhrimeve dhe ligjet e atit. Po përcaktojmë drejtësinë vëlla motër, jo se Zakaria ishte pa mëkat me Elishevën, ishte Mesia pa mëkat, po të them që je i drejtë, je në atë moment nuk po mëkaton përpara atit kur mban urdhrimet e tia. Dhe Mesia po e mbante thekun që ishte nga urdhrimet e tia. Ndërkohë, e di pse, sepse ke profesinë në ekran, që ishte folur që dielli i drejtësisë që është Mesia, profesia e tia, do vinte me shërim në krahët e tia. Dhe ju, thotë, në këmasan do të dini, do t'i idheni, thotë, me gëzim, thotë, si visha që dalin nga stava. Do vinte me shërim në krahët e tia. Po të shikosh fjalën krahët, është fjala kanaf. Kanaf, që ka të bëjë me për kufizimin biblik, që thot kraha, pendë, po, pastaj thot në fund, thot cepat e rrobës. Cepat e rrobës. E njëjta, sepse ajo i preku thekun, cepin e rrobës, sepse thekët vendosen në cepat e rrobës, dhe u shërua, dhe është profecia që ai masandaj do vinte me shërimin, do shëronte shumë, normal që na shërovi në ana frymërore, lavdërimet e tij. Jeshaja vëlla motër, Isaia 54. Isaia 54. E di që Isaia 54 shumë herë neve i marrim këto shkrime dhe masandaj i interpretojmë në mënyrën tonë. Dua që të më ndjekësh me vëmendje. Nga zëllo o shterpër që nuk linde, shpërthe në britma të larta të gëzimit ti që nuk provoje dhimbjet e lindjes. Sepse fëmijët e së shkretës do të jenë më të shumtë se fëmijët e gruas së martuar. Thotë Jahwe. E di çfarë po flet këtu vëlla motër? Këtu po flet për qytetin e ri të Jeruzalemit, që do zbresi nga qielli. Fëmijët e së shkretës e ka fjalën për qytetin që është lart, sepse ngeli tani çfarë është, nuk ka akoma banim. Thotë do të jenë më të shumtë, sepse kombe do hynë brenda, se fëmijët e gruas së martuar, dhe po ta shikosh fjalën grua, masandaj ka të bëjë me qytetin e ri në një, jo në një, po është zbulesa 21, që flet për qytetin e ri. Grua e martuar e ka fjalën për Jeruzalemin në tokë, që është aktualisht, thot, që ishte në atë kohën e Isaias. Por në këtë rast thotë që qyteti, thotë, që është gruaja e shkrejtë e lartë, do të jenë, thotë, fëmijët e kësaj gruaje do të jenë më shumë, thotë, për të hyrë në qytetin. Do vazhdojmë, do ta shikosh vëlla motër, se mos më thua, jo vëlla, nuk është e vërtetë. Vazhdojmë. Zero vendin e çadrës sate, të kujt? Të qytetit. Fletët e banesave të tua do të shtrihen pa kursim të qytetit. Zgjidh litarët e tu dhe përforco kunjat e tua. Kush ka themelet, pilarët, kunjat? Në qyteti. Sepse do të shtrihesh në të djathën e të majtë dhe pasarësit e tu, ata që do hyjnë brenda, do të zëtërojnë kombet dhe do të popullojnë qytetet e shkretëtuara. Dhe këtu është me Isaian 2, që nga Sioni do dali ligji, do të mësohet kombeve, dhe në këtë rast ne do të mësojmë kombe, do të zotërojmë kombet, dhe masandaj do jetë ai popullimi që është mbas zemërimit të atit që do jenë jashtë njerëzit e vdekshëm.
janë ata që kanë mbetur mbas zemërimit të Atit, do vazhdojnë të popullohet toka, do mësojnë nga ligji, do ta shikojnë Mesian, do mësojnë rrugën e drejtësisë së Atit. Mos u frikëso sepse nuk do të ngatërohesh. Mos ki turp sepse nuk do të skuqesh. Do të harosh madje turpin e rinisate dhe nuk do të kujtosh me çnderin e vejërisë të sate. Këtu po flet për kopsin e Edenit, vëlla motër. Sepse Ati e kishte në këtë rast, ishte qyteti që kishte krijuar dhe Adami, vëlla motër, nuk u krijua brenda në Edenin. U krijua jashtë, ndejnti 40 ditë, masandaj hyri brenda. Eva ndejnti 80 ditë, hyri brenda. Prandaj shikon në shkrimin që kur dedikohet një mashkull prej 40 ditë, dedikohet femra masandaj që dedikua sipas ligjit, sepse ishin gjëra që Ati kishte vendosur që më përpara. Nëse, vazhdojmë. Janë shkruar në librin e Enokut, vëlla motër, të gjitha struktura që mori profeti Enoku, i shtati nga Adami. Sepse thotë krijuesi yt flet për Atin, i flet qytetit, vëlla motër. Ati po i flet qytetit të tia që ka perlën e tij që ka krijuar. Sepse krijuesi yt është vendri yt, po i flet qytetit. Dhe di që ti motër e ke qef të shkrim, nuk e di apo më dëgjon. Po flet për qytetin motër. Jeruzalemin e ri. Nuk po flet për Izraelin. Është lart e shkretëtuara që është e shkretë tani, sepse Ati e hoqi nga kopsi i Edenit. Masandaj do jetë thot me gjerë, thot, kunjët prandaj fliste që çfarë? Do të zgjati litarët, përforcohet, do të shtrihesh më tepër, thot, se ishin vetëm në një kotë, në një vend të caktuar në kopsin e Edenit. Tani thot do kesh për masat 2300 km2. Do të thënë nga New Yorku deri në Kansas për ju që jeni në Amerikë. 4 orë. Do poshtë kalon në Floridan. Është të paktën më tepër se 2/3 e Amerikës. Mos themi në këtë rast 70% e sipërfaqes së Amerikës është qyteti i tij. Jeruzalemi i ri që do zbresin nga qielli, që ta marrin si erdhën UFO, bota. Kurse ti duhet të jesh i mirë pajisur për detajet. Vazhdojmë, do të kesh akoma dëshminë nëpërmjet shkrimit që apo thotë në vargu tër kapitulli në këtë rast që po flasim deri në vargu 15. Vargu 5 tham, sepse krijuesi yt është vendri yt, i thotë qytetit. Emri i tij është Jahwe i ushtrive, çliruesi yt është i shenjtë Izraelit, i quajtur Elohimi i tërë tokës, sepse Jahwe të ka thirrur si një grua të braktisur dhe të pikulluar në frymën e saj. Është ana e shëmbulltyrës figurative që Ati po i thotë për kopshtin e Edenit, sepse po flet për atë kur erdhi shkatërimi, kur erdhi përmbytja, masandaj Ati e hoqi, masandaj ngeli e braktisur. Si nusja e rinisë që e thotë që është e përzënë, thotë Jahwe Elohimi yt, thotë, të kam braktisur për një çast të shkurtër, por, i thotë prap, qytetit e tij Jeruzalemit të ri, thotë, por me dëmshuri të pamasë do të mbledh. Në një shpërblim, zemrimi që kam fshehur për një çast fytyrën time, thotë, por me një dashuri të përjetshme do të kem dëmshuri për ty, thotë Jahwe, çliruesi yt. Për mua, ky do të jetë një fakt si në ujërat e Noasë. Ashtu siç u betova në ujërat e Noasë, nuk do të mbulonin më tokën, kështu betohem që nuk do të zemërohen me ty dhe nuk do të kërcënoj me. Ishte fjalën për çfarë? Zemërimi që Ati erdhi ndaj botës atërshme në kohën e Noasë dhe qyteti, kopshti i Edenit që kishte mure, dhe unë jam i besimit vëlla motër që ishin mure, sepse nuk mund të hynin masandaj njerëzit, nuk mund të hynin në kopshtin e Edenit. Ati në këtë rast thotë që unë nuk do të zemërohem me ty, sepse u zemëruan atë ditë dhe thotë në atë ditë thotë të mbulonë ujërat të mbuluan tokën, thotë, por tani thotë nuk do ta bëj me ato sepse dashuria time është e përjetshme dhe do të kem dëmshuri për ty, i thotë qytetit të tia, perlës të tia, nga ana figurative vëlla motër. Dhe sikurse malet të zhvendosen dhe kodrat të luanin nga vendi, dashuria ime nuk do të largohet prej teje as beslidhja e paqes 1000 vjeçari, që do jetë pjesë e qyteti, beslidhja e paqes, prandaj
flet në Hebrejt 4, që mbetet një pushim, mbetet një pushim që të hyjmë ku në këtë beslidhje, po mbetet një sabat, po mbetet për ta praktikuar. Fjala atje është nuk e di, është një tjetër fjalë që thot për praktikën e sabatit. Gjithsesi, thotë beslidhja e paqes nuk do të hiqet, thotë Jahve që ka dëmshuri për ty. O e pikolluar, e rrahur nga stuia. Kur? Nga stuia. Stuia e kohës së Noasë. Qyteti që ishte kopshti i Edenit ishte atje. U godit, thot. Por para përmbytjes, vëlla motër, atje hoqi lart. Është në qiellin e tretë. Është krijuar tani, më i zgjeruar, sepse ka me miliona dhe njerëz që do hyjnë në brenda, në kopshtin e tij. O e pikulluar, e rrahur nga stuia, e pangushëlluar, unë do të ngallmoj gurët e çmuar të murit antimon dhe do të themeloj mbi safirët, po flet Zbulesën 21, vëlla motër. Jep detajet e qytetit, çfarë gurë janë në muret e qytetit, Jeruzalemit të ri që do zbresin larg nga qielli. Do të bëj betenat e tu prej rubinësh, portat e tua, portat e qytetit, Zbulesa 22, prej xhevairit dhe të rrethimi tent prej gurësh të çmuar. Tani, kjo gruaja që përmendëm, që në këtë rast ishte Len Menjan, ishte harruar. Ja ta shikojmë fjalën ku ishte fjala, po, si nusja, si gruaja që atje e çoi pak më përpara, pastaj thot tërbitë e tu. Shikoj vëlla motër, tërbitë e kujt? Ka fjalën bitë që do hyjnë brenda në qytetin, do të mësohen nga Jahve, do të mësohen, Isaia 2, Sion, nga Sioni do dali ligji, do të mësohet kombeve. Dhe e madhe ka për të qenë paqja e bijve të tu. Paqet e madhe kanë ata që duan ligjin tënd, do kenë trashëgiminë e jetës së përjetshme, do hyjnë brenda në portat e qytetit. Normal që ke besimin tek Mesia Jashua, vëlla motë, duhet ta mbash. Por ai i vërteti, ai që praktikovi urdhrimet ligjin e Atit, sepse këtu po e shikon çfarë po të thuhet. Do të mësohen nga Jahve, thot. Ti do të vendosësh ngurtasi në drejtësi prap, ligji ti është i drejtë. Dhe do të jesh larg nga shtypja, po e thot qytetit. Sepse nuk do të trembesh me nga tmerri, sepse nuk do të afrohet me ty. Ja, mund të mblidhen kundra teje, dhe kjo është për qytetin, vëlla motë, ne përdorim Isaia 54, mund të mblidhen kundra meje. Dakord, ato deklarime mund t'i besh, për konteksti është për qytetin e tia, po flet për portat, për xhevairet e qytetit. Beslidhja e paqes, 1000 vjeçari që po vjen. Dhe ja, do të mblidhen kundra teje dhe do ta shikojmë vargjen kush mblidhet kundra tyre në çfarë kohe. Qëndro vëlla motë, qëndro së bashku. Por kjo nuk do të jetë me nga ana ime, thot, cili do që do të mblidhet kundra teje, do të rrëzohet përpara teje, po e thot qytetit, nga ana figurative. Le ta shikojmë atë mbledhjen dhe rrëzimin si do ndodhi. Zbulesa 20. Dhe kur të kryet të 1000 vjetët, kur të mbaroj 1000 vjeçari, shiko tani, Satani do të zgjidhet nga burgu i tij për të mashtruar, thot, dhe do të dalë për të mashtroj kombet jashtë qytetit. Mbas 1000 vjeçarit, mbasi ka mbaruar, qyteti i tij është akoma në tokë, Mesia është këtu, lavdjatit ka mbret me të tërë kombin për 1000 vjetët, dhe Satani do lëshohet sepse është lidhur për 1000 vjet, tani lëshohet për të mashtruar kombet që kanë mbetur, në këtë rast në të katra anët e dheut, Gogun e Magogun do të mblidhet për luftë. Dhe numri i tyre do të jetë si rera e detit. Tani shiko çfarë ndodh. Satani mblidhet kundra, mbledh të tëra kombe që janë jashtë, që janë të vdekshëm, për të shkuar kundra qytetit dhe atyre që janë brenda, mbas 1000 vjeçarit, mbasi të jenë kryer të 1000 vjetët, vëlla motër. Dhe ata do të lëvizin në të tërë si po faqen e dheut, dhe çfarë do bëjnë? Dhe do të rrethojnë në fushën e shenjtorëve, dhe çfarë? Dhe qytetin e dashur. Ja ku e kemi.
Isaian 54 që do mblidheshin kundra. Po do rëzohen, thot ati, për para teje. Le ta shikojmë si do rëzohen. U mblodhen kundra shenjtorëve dhe qytetit të dashur, por nga qelli do të zbresi zjarri dërguar nga Elohim dhe do t'i përpijë. Ata që Satani ka mashtruar kombet, që në këtë rast kjo është kur të jenë kryer të 1000 vjetët, mbas 1000 vjeçarit vëlla motër. E shikonin interpretimin që vjen të asaj mbretërisë që po vjen dhe si do ndodhi rrëzimi që kush do mblidhet kundra qytetit. Prandaj Isaia 54 flet për komplet detajet, në këtë rast të gurët, të porta, të beslidhja e paqes, në këtë rast që nuk do të hiqet të lavdiatit. Prandaj kemi 6 ditë, masandaj kemi ditën e 7, një ditë si një me 1000, masandaj çfarë kemi në 7000 vjeçarin e fundit që po flasim, është 1000 vjeçari që është mbretëria e Mesias Jeshuas me qytetin që ai është pjesë brenda, është tempulli i Atit i vërteti, jo këto ndërtime që mundohen të bëjnë farisintë që nuk janë të pëlqyera përpara Atit, po gjejnë mënyrën e tyre të drejtësisë, i lejmë vonë, i lejmë ato gjëra, do t'i flasim në një moment tjetër. E shikon vëlla motër që do ngrihen kundra, do të rrethojnë shenjtorët dhe qytetin e dashur. Prandaj atë e quajnë qytetin e dashur, e quajnë në këtë rast perlën, thotë, unë jam dhëndri tënd, i thotë qytetit nga ana figurative vëlla motër. Por nga qelli do të zbresi zjarri i dërguar nga Elohim dhe do të përpije, thotë, kombet që janë mbledhur e mashtruar nga Satani, thotë, kundra qytetit dhe shenjtorëve të mi. Atëre djallin që i kishte mashtruar do ta hedhin në liçenin e zjarrit të squfurit ku Bisha dhe profeti Rem në këtë rast do të mundohen të ditën në shek të shekujve. Ja ku e ke qytetin vëlla motër. Për ta kuptuar për ju që nga ana qytetin Jeruzalem e ri, tu është toka. Asandaj këte kemi Europën, kemi Turqinë, kemi Greqinë, Shqipëria këteja. Prej arit të kulluar, dëshiron të jesh pjesë brenda qytetit vëlla motër, në 1000 vjeçarin, sepse duke hyrë në qytetin, ke hyrë në përjetësinë. Prandaj flitet që i bekuar është ai që mban urdhëmet e Atit, zbulesa 22, që të ketë drejtën për nga pema jetës që flet në zbulesa 1:8 do jetë në mes të qytetit. Dhe masandaj ke lumin që del, dhe ai lumi thot masandaj do shëroj kombet. Do shëroj kombet sepse tërë struktura e popujve do vinë të mësohen nga ligji, do vinë të shërohen prej gjetheve të asaj pemës së jetës që janë për shërimin e kombeve, thot shkrimi. Ja, në përjetësinë dhe ja se struktura vëlla motër e tokës, ja ku ke kupën qellore, masandaj thot në atë ditë, dielli dhe hena do kenë shkëlqim më shumë se që kanë dhe dielli do ketë 7 herë thot shkrimi, shkëlqim më të madh se hena. Në atë mbasi Satani mbas 1000 vjeçarit u hodhën, u shkatruan të tëra dhe këtu kemi masandaj qytetin me tokën në kopshtin e Edenit që ishte i përjetshëm. Struktura e vendosur në balancë e përjetshme e mirë, që syt nuk kanë parë, veç nuk kanë dëgjuar, nuk ka hyrë në zemrën e njeriu çfarë Ati ka përgatitur për ata që e duan. Ja ku ke masandaj poshtë kompartamentet e të drejtit, liçenin në këtë rast e ferrit, nuk është liçeni i zjarrit, është tjetër, ku ke tormentimin në këtë rast e përkohshëm derisa masandaj ata do marrin trupin e tyre, do gjykohen përpara afronit të Mesias. Por unë lutem Atit që ti të hysh brenda në qytetin. Ti je shpresë e këtij qyteti vëlla motër, që është nusja. Le ta shkojmë atë nusën, duhet ta kem shkrimin këtu. Po, lavdjatit. Zbulesa 21. Dhe pashëm në qell, një qell të ri, vëlla motër, qelli i ri që po shikoj një pak më përpara është kyja. Qelli i ri, qelli i restauruar në gjendjen e tij të mëparshme. Kur flet për dheun tokën e re, është e restauruar toka, nuk flet për një tokë të përgatitur në një vend tjetër vëlla motër. To janë mësimet katolike, i lemë janë. Sepse qelli i parë dhe dheu i parë kishin shkuar. Kjo strukturë thotë në këtë rast kishte shkuar, Ati do ta restaurojë.
Dhe unë, thot Johanan Gjoni, pas qytetin e shenjtë të Jeruzalemin e ri që zbriste nga qelli, nga Elohim, që ishte bergati si nuse, e stolisur për burrin e vetë. Nuse, ishte bergati, nusja lartë. Pastaj erdhi drejt meje, vargunente, po i fletë apostullit, një engjëll i 7 thot, nga një nga të 7 engjëjt që kishin të 7 kupa të plotë me plagë, thot, dhe foli me mua duke thënë, eja do të tregoj nusen. Ja ku është interpretimi. Eja do të tregoj nusen, gruan e qingjit. Qyteti i Jeruzalemi i ri është nusja e qingjit, e Mesias, nga ana figurative, vëlla motër. Dhe eja të tregoj nusen, dhe pasaj si ja tregovi, dhe më çoi në frymë në një mal të madh të lartë, dhe më tregoj qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë. I tregoj nusen. Eja të tregoj nusen, dhe pasaj e çovi në mal, e ja tregovi nusen e qingjit, gruan e qingjit. E di, vëlla motër, që flet kisha jemi nusja nga ajo, po flasim për qytetin e ri, kontekstin, ka po thot shkrimi. Po, jemi neve në këtë rast nga ana figurative, nusja e qingjit, më të rastë, gruaja e qingjit, nga Joanë. E thot për kishën, por këtu e ka fjalën për qytetin, vëlla motër. Më tregoj qytetin e madh, Jeruzalemin e shenjtë që zbriste nga qelli, nga Elohim, duke pasur lavdin e Elohim, dhe ka lavdin e vëlla motër ai qytet. Prandaj, kur e shikon kjo drita, thot, e henës dhe tokë, nuk ka nevojë, thot, se brenda, thot, do ndriçohet nga lavdia e atit. Dhe ka 3 portat në çdo fasadë, me emrat e 12 fisëve të Izraelit, që ti je pjesë, sepse u shartove tani, vëlla motër. E shkëlqimi ngjante me një gur shumë të çmuar, si gur djaspri kristalor, Isaia 54, folën për gurët e çmuar pak më përpara. Ai kishte një mur të madh më të lartë se 12 portat, dhe të 12 portat, dhe portat e 12 engjëj, thot, dhe ka fjalën për apostujt, për 12 fisët e Izraelit, dhe emrat të shkruar mbi to, të cilat janë emrat e 12 të fisëve të bijve të Izraelit. Për interpretimin zbulesën se një i përket, po kemi të bëjmë asa Isaia 66, po Isaia 54 që sa po prekëm, vëlla motër, që do të bëj betenat e tua prej rubinës, portat e tua prej xhevairi, dhe të rrethimi prej gurës të çmuar. Tërbit e tu do të mësohen nga Jahue, sepse nga Sioni do dali ligji, do të mësohet kombeve, po flet për qytetin, Jeruzalemin e ri, vëlla motër. Lavdi emrit të tij. Le ta mbyllim me këtë shkrim. Vëlla motër, është shumë i fuqishëm. Hebrejnë 10. Duke pasur pra, o vëllezër, liri të plotë, për të hyrë në shenjtoren me anë të gjakut të Jashuas, me anë të një udhë të re, beslidhe re, të gjallë që ai e pruroi për ne, që jemi pjesë e qytetit të ri, mbretërisë së tij që po vjen, me anë të vellit, me anë, domethënë, të mishit, kryqëzimit, duke pasur një kryeprift mbi shtëpinë e Elohim, lart tani, mësandaj do jetë shtëpia brenda, poshtë në qytetin, në tokë. Le t'ja afrohemi, vëlla motër, le t'ja afrohemi me zemër të vërtetë, me sigurim të plotë, duke pastruar zemrat tona, të lara prej ndërgjegjes së ligë, dhe trupit të larë me ujë të kulluar, me anë të fjalës urdhrimeve të Atit. Vendimin të pastrohemi nga gjërat e kaluara, mësimet e gabuara. Fillo të praktikosh sabatin, urdhrimet e Atit, ti je pjesë e atij qyteti. Në emër të Jashuas. Haleluja. Atë të falenderoj o atë, në emër të Jashuas o atë. Falenderoj o atë për këtë mundësi, për hirin që ke dhënë o atë, në emër të Jashuas o atë. Lutem atë që fjala jote të vazhdoj të mbillet o atë, dhe të japish atë frutshmërinë,
30, 60, 100 fish o atë që t'jenë pjesë mbi të gjitha në qytetin e tënd të shenjtë të veçuar, gruan tënde që ti përgatite, Jeruzalemin e ri o atë, që ti do ta zbresësh atë perlën që ti ke përgatitur për shenjtorët tënd, kur Mesia Jashua, biri tënd, që ti ringjallë në ditën e tretë, do jetë mbret mbi të gjithë dheun, kryeprifti ton, i përsosur. Në emër të Jashuas lutem atë. Amen. Amen, vëlla motër. U mundova. Lutem që të mos jemi dëgjues të atij ligji, dëgjues të fjalës në Jakovi 1. Të bëjmë përgatitjet tona, të jemi ngulmues të atij ligjit, që të hyjmë brenda në portat e qytetit për lavdi të Atit. Haleluja. Shalom, shalom, vëlla motër. Adonai ju bekoft.